Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, cilat janë argumentet nga Kur'ani që flasin për peshorën në ditën e Kiametit. Thot Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa nadha'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamati fala tudhlamu nafsun shay'a." Ne do t'i vendosim peshorët e drejta dhe të sakta në ditën e Kiametit dhe askujt nuk do t'i bëhet asnjë padrejtësi. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha. Edhe nëse puna është sa grimca, ne do ta sjellim atë për ta peshuar. Wa kafa bina hasibin, dhe mjafton që ne jemi llogaritës. Po ashtu thot Allahu: "Al-waznu yawma idhin al-haq." A ditë për ditën e Kiametit, peshimi i veprave është i vërtetë. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Kujdo që peshorja e punëve të mira i rëndon më shumë, ata do të jenë të shpëtuarit. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Ndërsa kujdo që peshorja e punëve të mira i vjen më lehtë, pra i peshon më rënd peshorja e punëve të këqija, ata janë që e kanë humbur veten dhe do të jenë përgjithmonë në zjarr të xhenemit.